rrithem dhe njëherë, përsa kohë ti nuk e njeh si profesion gazetarin, nuk e një kod etik, nuk e ndihmuar ose nuk i ke thirrur sepse kishe pretendime që shumë gazetarë nuk janë pyetur fare për këto ndryshime. Gazetar spikatur po flasë, ikonat e gazetarisë shqiptare. Do shta dhe se jemi spikatur, po s'na ka pyetur. Ka një procedurë, Kolin, momentin që ti do futesh një ligj ose një vendim të Këshillit të Ministrave, ti duhet bësh një konsultim publik me palët e interesit. Zonja e di shumë mirë, unë kam punuar me këtë gjë dhe e di. Që do të thotë, palët e interesit, ose BE-ja ka bërë një tryezë, mund të ketë bërë një tryezë, por kjo nuk shkon përshtat me atë që duhet ishte bërë. Që ligji duhet konsultohet me target grupet, me gjithë ata që janë të prekur këto kategori, jo vetëm gazetarët. Ndërsa me këto shoqatat që nuk i njohin. E kanë bërë këto që s'kan punuar. Janë bërë, janë bërë. Jo, po është bërë, po nuk është bërë ashtu. Me kë është bërë thuaj, jo që kjo konsultimi publik adreson qoftë problematika që mund të ketë patur, po themi në aspekt procedural, por nga ana tjetër dhe sugjerime çfarë duhet reflektohet dhe se si duhet bëhet, si duhet ky ligj deri në fund. Duke mos bërë konsultimi publik, ti nuk e merr fare parasysh mendimin e atij targeti për cilin ti po e bën këtë ligj. Qeverisë thotë ma kërkuar BE-ja. Është argument shumë i fortë për mendimin tim, por është i pjesshëm. Pra duhet parë se sa do të arrit ta mbuloj këtë kategori si e tërë dhe se sa do të shuaj konfliktin brenda llojit. Kjo është problemi më i madh dhe konsultimi publik do shmangte këtë gjë, që do thotë, ty ta ka adresu BE-ja, apo nëse bën ti konsultimin publik, i ul gjithë në tryezë dhe në përfundim e zbardh dhe këto te minutat e takimit, bën dhe relacionin dhe ja çon të gjithëve zotri, ju e keni bërë këtë dhe vetë e keni faturusit të tillë, atëherë kjo është e justifikuar, pra ti heq përgjegjësinë për atë ligj që po çon për ta miratur. Për mendimin tim, ky ligj bën një hap përpara. Hapi që bën ky ligj është se për herë të parë, në përpjekjet ligjore që janë bërë vitet e fundit në Shqipëri, për herë të parë thuhet i drejtohet drejt për drejt gazetarit. Thuhet gazetari, dekriminalizimi i veprës gazetarit, gazetari ashtu e kështu. Deri më tani është thënë media dhe ka pasur një tmerr jo të gabuar, po një keq kuptim të qëllimshëm. Media është biznesi dhe vetëm kësaj herë nderohen gazetarët duke i thënë drejt për drejt gazetar. Besoj se është një gjë shumë e mirë. Pjesa tjetër pastaj për ta dekriminalizuar, fjala dekriminalizim godet shumë. Në fakt nuk ka ndodhur ndonjë gjë. Në fakt ka ndodhur vetëm që nga kodi penal qohet te kodi civil. Nga gjykata penale dërgohet te gjykata shkallës së parë civile. Dhe ndëshkimi nuk është kryer kur s'ka shkuar në gazetar në burg, për arsye se ka shpifur dikë tjetër. Edhe tani do dënohet aq sa e dënuar, madje do dënohet me gjobë. Dhe tani gjykata është detyruar. Është detyruar atë regjistër ama do dënohen. Se do bëhet një regjistër. Ëlldashi ishte. Po do bëhet një regjistër. Do bëhet një regjistër për gazetarët dhe vetëm ata që janë në regjistër nuk do kenë pasoja. Jo, ka regjistër, është. Po, do bëhet. Se kam lexuar me vëmendje. Tani më fal të lutem ta çoj deri. Unë që tani ata që bëjnë regjistrat ju lutem. Emrin tim jo. E di kush janë kriteret gazetar të regjistruar. Pse është shumë interesant. Pse emrin tënd jo? Do të jetë i lirë. Po unë mbaj përgjegjësi për atë që them. Qofse kjo historia. Po këta me këtë ligj, këta duan të na dëmtojnë. Po pse? Po patjetër mo. Domethënë në momentin që ti ke pati një pilot avioni pa licencë? E bën shpifjen, më dëgjoj. Në momentin që ti shpifjen e bën e dekriminalizon, po e them me termin praktikisht ndjes frok, praktikisht ti i ke dhënë mundësinë kujtdo që të thotë çfarë do dhe eventualisht ata që na ndjekin do humbin besimin tek ne si individ dhe si institucion, sepse e gjitha do jetë një gjë e pa-kuptimt. Pra, në momentin që fakti është ligj i miratuar. Nuk e ke ti në dorë, ti duhet heqësh dorë nga ligji mandalon të them që jam kundër? Jo, absolutisht jo. Por ligji që jam kundër ligjit nuk mandalon ta them, se nuk është kriminal. Jo, po të fut në kategori. Ma kupton logjikën, të fut në kategoria automatikisht. Ideja se kjo është vazhdimi pak të asaj që ta afrohesh, për herë të parë ligji i drejtohet gazetarit. Drejt për drejt. Mund të jetë kurth në cilin ti s'do të biesh? Jo, është një kërkesë. Në kategori të fut. Them po më patjetër në fut të regjistrit gazetarëve. Se te ai regjistër un kam 34 vjet që jam. Ndërsa mua ai më duket. Se te ai regjistër Flogert, je di pse jam? Se kam 34 vjet gazetar, modestisht kam pasur përvoja edhe drejtuese, pra përgjegjësi editoriale. Dhe nuk jam një herë një proces gjyqësor. Po Sokol, pa mund të të bëj një
Shiko, një gazetar, ti nuk duhet t'jesh të e regjistër, e di pse? Sepse aty Sokol, të e regjistër, jam dhe unë që të bëj pistë. Jo, s'është e vërtet. Ti s'ke nevoj t'jesh nasë, a e di çfarë? Ti je në regjistër me publikun, më miguim. Përgjegjësi individuale. Ti ke kredibilitet, po çfarë duhen regjistrat e ligjit ty, më burr? Edhe kjo ideja që secili mund bëhet gazetar, secili mund bëhet pilot. Jo, ty gazetar miguim të ka bërë që nga 92-shi, që nga lufta, edhe këtu ku je tani. Ka bërë përbojmë, ka bërë shkolla, ka bërë gjithçka. Bravo. Ngulja, unë nuk jam bërë gazetar se s'kam pasur me bëj punë tjetër. Atë bën gazetar regjistër. As jam bërë gazetar me vën gjoba. Po pra, po nuk vjen regjistri. As me marrë leje ndërtimi. Po regjistri nuk të bën ama. Jam shumë dakord, po e kuptoj çfarë thua. E kuptoj çfarë thua. Tani ty ose mua, lërdy. Pse duhet të jem unë aty? Dua që unë të certifikohem si gazetar duke u futur në regjistër? Jo. Po që e puna që unë të certifikohem si gazetar duke u futur në regjistër, nuk dua të jem aty. Unë e kam raportin me njerëzit, me të vërtetën, me veten time. Si gazetar, si opinionist apo si njeri i lirë? Është tjetër gjë opinionisti, është tjetër gjë lajmëtari. Jo, edhe si gazetar. Te opinioni, ne themi gjëra. Jam dakord me ty, opinioni është i lirë, po nuk besoj që kjo gjëja lidhet me opinionin. Kjo gjëja lidhet me... Por edhe me faktet që themim, edhe me faktet që themim. Edhe me burimet që themim. A mund ta qenë? Po pra. Ligji nuk të bën gazetar, o Koli. Mos të përmendet ligji si... Ligji presupozohet të fut në regjistër që të mbrojë ty në rastin kur mund të akuzohesh me pa të drejtë për shpifje. Ky është qëllimi pra dhe një element lutem evaziviteti i futjes në regjistër ishte te kjo fjalia që gazetarët e regjistruar dhe gazetarët e njohur. Çfarë do të thotë terminin që gazetar i njohur? Pra, Koli që është gazetar i njohur futet automatikisht, ndërsa Flogerti që është i ri në profesion duhet jetë i regjistruar, të jetë i testuar, që ne ta fusim don apo nuk don Flogerti. Tani na e thotë 10 vjet unë me 30 vjet Sokolit, jo nuk kanë lidhje, por ka një bëj një gaf një ditë. Jo, por ka një gjë ama që në finale... Nuk më shpëton 30 vjetë që mua nga... Këtë pra po thoja raporti është me profesionalizmin dhe me vetën, më burë, me të vërtetën. Edhe më 34 vjetë. Unë kam edhe një batut, një ngushëllim cinik. Nuk të rritë doti me këtë debatin. Në përgjithësi, ligjet në Shqipërinë nuk zbatohen asnjëherë. Te më shkruaj dikush, jeni sikur që do zbatohet? Problemi... Ky është më shumë sikur që problemi që flasim sot. Ky është me vra debatin, po... Problemi që flasim për këtë, flasim për problemi është që bëjnë kolegët tanë. Problemi që flasim sot është vërtet i rëndësishëm, është vërtet shumë i rëndësishëm. Sepse ka të bëjmë, vërtet ka të bëjmë i kthes shumë të madhe. Ligji tenton ta bëjë këtë gjë dhe ne duhet jemi me ligjin, ne duhet favorizojmë ligjin, që të mund të ndodhë. Por ky është një diskutim shumë i gjatë botëror, ju e dini shumë mirë. Është një diskutim i gjithë globit. Dhe është diskutim akademik, është diskutim ligjor, është diskutim publicistik, është gjitha gjërat. Janë kufit shumë të hollë dhe shumë të hollë. Më në fund është diskutuar në për Universitetet Amerikës, sidomos të Britanisë madhe. Ore, që është gazetare dhe që është shteti? Se këtu ka të bëj shpifje ndaj shtetit dhe shpifje ndaj individit. Unë kam problemin e shpifjes ndaj individit dhe e zidhet. Se shteti është ditë mbrojë. Atere, teoria që ka fituar, ka qenë mes asaj që cili është Shënpjetri dhe cili është Dragoj. Sepse gazetarët thonin, unë jam Shënpjetri dhe ti e Dragoj, ndërsa shteti thoshte, unë jam Shënpjetri dhe ti e Dragoj, dhe kjo gjë ka marrë një diskutim shumë gjatë, dhe ka përfundimisht ka arritur tek përfundimi se shteti dhe gazetarët janë në fund të fundit në të njëjtin vijë, për të mos thënë bashkëpunëtor, janë partner. Dhe është ndarë ky problem, dhe pikërisht këtë gjë po sjell ligji, është ndarë kjo çështje në atë që detyra e shtetit është të garantojë lirinë, ndërsa detyra e gazetarit është të garantojë të vërtetën. Unë kam përshtypjen që do me thënë ata që nuk përfshihen në këtë regjistrin e famshëm. Atëherë, po si prapë shkon te regjistri. Unë nuk po shikoj regjistrin, unë po shikoj parimet e mëdha. Unë po shikoj parimet, unë me regjistrin. Shikoj një gazetar, o Beshida, nuk e punuar nuk e njohur kur gazetarin si. Nuk e njohur kur gazetarin si profesion. Dëgjoj mua. Një gazetar, një gazetar, ashtu si tha Sokoli, që gënjen edhe shpif. Dhe e dyta, një gazetar që nuk rrezikon të futet në lista, ai nuk është gazetar.
Një gazetar që nuk shkon në lista, shteti Ka dhe njërës të lirë, ka dhe gazetarë të lirë, të lutem. Si të lirë? I lirë nuk je nga i që ke përballë. Atë që ke përballë gjithmonë nuk je i lirë. Prisila, ka i gjë. Unë, është një lloj si unë nuk kam frikë nga ligji, përse unë nuk kam. Po pikërisht kjo është. Pse duhet të kem frikë nga ligji kur unë s'kam ndërmend ta shkel? Bravo. A të them një gjë, o Koli, po duhet të ndajmë përgjegjësinë ligjore nga përgjegjësia morale i nderuar. Jo të gjithë e kanë përgjegjësinë morale. Është një përgjegjësi profesionale, nuk ka lidhje me moralin. Unë dhe Sokoli po themi që kush ka përgjegjësi penale të shkojë në burg. Është ideja kur ti del përballë publikut, jo ti, të gjithë jo të gjithë dalin me moralin për të thënë vërtetën. Që thot me masat më proporcionale, thot nuk të çoj direkt për ndjekje qa quhet për procedim. Penale dhe në civil. Por unë t'jap mundësin që ti thot, mere tani, thot, vërtetoje që ti ja ke fut kot, dhe nëse ja ke fut kot, s'ka në gjobë, se ti misionin e ke tush vërtetën. Pra, ti duhet nisësh nga qëllimi për të thënë vërtetën. A ja fusin kot në herën? Pa tjetër që ja fusim kot. Ideja është me çfarë qëllimi nisësh. Nisësh sepse ke gabuar. Pra, të jep shansin ty për mea culpa. Pra, të jep shansin të për të reflektosh dhe të dalësh me... Pikërisht, pra, të reflektosh të dalësh dhe të thuar që unë e bëra këtë gabim, por nuk ishte me qëllim dashakish për dizinformu publik. Se unë këtu e kam me informacion, e kam me lajmin. Ne duhet ndajmë lajmin nga opinioni. Opinioni është i lirë. Mund të thotë gjithë shka për këtë do. Pastaj e vlerëson publiku nëse e pëlqen opinionin tim apo opinionin ton. Nëse do të dëgjoj ty apo jo. A e përfshin ligji dezinformimin? Unë kur vi këtu jap dhe lajm dhe mbi lajmin bëj analizën. Dhe në qoftë se mua po them fillon dhe mua e kam në makro. Më mirë shkruajnë disa vetja. Në këtë kontekst që jemi ne, në këtë lloj polarizimi, me atë lloj gjuhë që peti atje. Në momentin